rekomandim nga kryesia e Bashkisë Islame e Republikës së Kosovës, me që rast ne edhe njëherë shfrytëzojmë nga rasti t'i falenderojmë përzemërsisht që të paktën me ligjërata kështu her pas here nuk po na harrojnë dhe po jenë prezent në për teren, në për xhamate dhe në për të gjitha xhamit e Republikës së Kosovës. Ne me të drejtë sot do ta sjellim në kujtesat tona ngjarjen e madhe madhështore të 28 nëntorit. Një ngjarje kjo e cila kalon lënë dhe duhet vazhdoj të lej gjurmë në mendjet, në zemrat, në shpirtat e secilit shqiptar në përgjithësi e shqiptar musliman në veçanti. Po e them kështu sepse kemi të drejtë shumë, nga se me këtë e kundër argumentojmë, por mos me thonë e kundër shtojmë, po e kundër argumentojmë me argumente të qarta, një tendencë kështu kadal në hije e disa çorçeve të caktuara, të cilat po dojnë me na bindë dhe me na thonë neve se Islami, muslimanët edhe feja është antikombëtare, edhe kundërshton kombin, e ja këta po sherrin vazhdimisht të qenurit fetar e sidomos musliman, a në realitet kjo është komplet e kundërta. Por shkak se ne në realitetin e historisë tonë, të gjitha figurat kombëtare që i kanë pri kauzave më të mëdhoja për ruajtjen, për bërjen edhe për mbrojtjen e këtyne trojeve tona të shejta, kanë qenë emna fetar edhe musliman.